Të gjithë e përdorni rozmarinën, por askush nuk e di se çfarë ndodh kujtesës, memorjes dhe trurit tuaj, që në kohët e lashta rozmarina është shoqëruar me kujtesën, siç thotë edhe Ofelia te Hamleti i Shakespeare-it. Ekziston rozmarina që është për kujtesën. Sot shkenca duket se ka konfirmuar këtë lidhje, duke u përqendruar në një përbërës të veçantë bioaktiv, siç është acidi karzonik. Ulluntimet e fundit të botuar në antioksidant shqyrtojnë rolin e përbërësit të trajtimit të sëmundjeve të Alzheimerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Çfarë është acidi karzonik dhe cilat janë vetit e tij terapeutike? Acidi karzonik është një përbërës i fuqishëm antioksidues dhe antiinflamator që aktivizon mekanizmat mbrojtës të trurit. Gjithashtu është një përgjegjës kryesor për shëndetin tuaj të trurit dhe gjithashtu mund t'jap edhe role të mira në shëndetin e tij. Shkencëtarët në Script Research kanë zhvilluar një formulë të qëndrueshme të tij, të njohur si DHA. Ky përbërës metabolizohet në zorr duke u shndruar në acid karzonik përpara se të absorbohet në qarkullimin e duhur të gjakut. Një studim eksperimental ka treguar se bima e rozmarinës do t'jap rezultate fantastike në shëndetin tuaj të trurit dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e kujtesës suaj. Ekspertët tregojnë se shtimi i bimës së rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja do t'jap rezultate fantastike kundër procesit të rënies së aftësive njohëse. Duke luftuar inflamacionet dhe stresin oksidativ përmes DHA, është një gjendje të rrisë numrin e elementëve të trurit, citon Dr. Stuart Lipton, autor kryesor i studimit, që citoi se përdorimi i rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja do t'jap rezultate fantastike te kujtesa, përmirësimin e aftësive të menduarit dhe gjithashtu rritjen e përqendrimit. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime në përditshmërinë tuaj, edhe ndikimi që ka ajo në shëndet do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira dhe fantastike. Rozmarina është një barishte, vaj të cilës mund të përdoret edhe si ilaç, kryesisht edhe për problemet e tretjes, duke përfshirë urthin, gazrat e zorrve, humbjen e oreksit, problemeve të kujtesës, rënieve të aftësive njohëse e të tjera. Ajo përdoret gjithashtu edhe kundër problemeve të mëlçisë, të fshikëzës, të kollës, dhimbjeve të kokës, presionit të lartë të gjakut dhe presionit të ulët të tij, stresit, depresionit, kollës, dhimbjeve të fytit e të tjera. Por ajo mund të përdoret si një përzgjedhje fantastike për të rritur përqendrimin dhe aftësitë të njohëse. Disa gra e përdorin rozmarinën edhe për rrjedhjet menstruale dhe gjithashtu lehtësimin e një sër komplikacionesh. Përdorimi i saj i veçantë në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një përzgjedhje fantastike me dobi të larta për shëndetin. Rozmarina aplikohet në lëkurë për të parandaluar dhe trajtuar rënien e flokut. Përdoret gjithashtu edhe kundër problemeve të qarkullimit, dhimbjeve të dhëmbit, sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve e të tjera. Ajo është në gjendje të lehtësojë një sër komplikacionesh dhe të rrisë gjithashtu rezistencën e shëndetit tuaj. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Megjithatë, si me çdo bimë tjetër, edhe përdorimi i saj duhet të jetë brenda normës së duhur. Ajo do të qetësojë gjithashtu edhe dhimbjet e rënies të lidhur me imunitetin, gjithashtu me kalimin e viteve. Ulluntimet e hershme tregojnë se marrja e gjethëve të rozmarinës në formë pluri mund të përmirësojë shpejtësinë e kujtesës të rriturit të shëndetshëm dhe të moshuarit. Sidoqoftë, dozat më të larta duhet të evitohen pasi mund të përkeçojnë në gjendjen tuaj. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja adekuate e kësaj erëze, sidomos të rriturit mbi moshën 62 vjeçare, mund të përmirësojë aftësinë të menduarit dhe të rrisë edhe performancën e përqendrimit. Rozmarina është një bimë që mund t'japë përfitime fantastike gjithashtu edhe në rritjen e flokut tuaj, duke evituar rënien dhe dobësimin e flokut. Ulluntimet e hershme tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës dhe vajrave të livandos të kombinuara së bashku mund të përmirësojnë rritjen e flokut dhe të ndihmojnë gjithashtu të keni një flok më të shëndetshëm dhe më të shkëlqyer.
Rozmarina mund të aplikohet në skalpin e kokës në formë masazhi dhe kështu do të ndihmojë në rikthimin e flokut tuaj të shëndetshëm. Rozmarina është një bimë që mund të japë gjithashtu përfitime të mira kundër rënies së flokut. Ulëntimet e hershme tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës dhe vajrave të livandos mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin, kërcellë dhe acid oleanolik mund të zvogëlojnë dhimbjet e lidhura me artritin. Dëmtimet diabetike të veshkave gjithashtu mund të mbahej nën kontroll me përdorimin e kësaj bime të veçantë. Një nivel i lartë i proteinave në urinën e një pacienti me diabet është një shënjues i hershëm i dëmtimit të veshkave diabetike. Kërkimet e hershme sugjerojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin mund të ulë sasinë e proteinave në urinë dhe mund të ofrojë gjithashtu një ndihmë mjaft të mirë ushqyese në këto raste. Rozmarina është një bimë që mund të japë rezultate fantastike edhe kundër problemeve të lodhjeve të ndryshme mendore. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja adekuate e kësaj bime mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj, duke lehtësuar dhe relaksuar gjendjet tuaja stresuese dhe duke dhënë rezultate mjaft të mira në rritjen e energjisë trupore. Rozmarina është një bimë që mund të japë përfitime mjaft të mira kundër hipotensionit. Ulëntimet e hershme tregojnë se marrja e vajit të rozmarinës 3 herë në ditë mund të rrisë gjithashtu edhe mbajtjen nën kontroll të presionit të ulët të gjakut. Presioni i gjakut kthehet në vlerat e tij normale pas përdorimit të rozmarinës. Rozmarina është një bimë që mund të japë përfitime të mira ushqyese kundër problemeve të stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos mund të zvogëlojë gjithashtu edhe ritmet tuaja të rënies së stresit, duke lehtësuar gjithashtu edhe problemet e tij. Përdorime të tilla të rozmarinës mund të sjellin rezultate mjaft të mira kundër djegjeve të diellit, edhe mund të jenë një përzgjedhje fantastike në shëndetin tuaj. Rozmarina është një bimë që mund të japë shumë përfitime. Mjafton të përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale për të lehtësuar këto komplikacione dhe për të sjellë rezultate të duhura. Ajo është e mirë për shëndetin mendor dhe lehtësimin e stresit. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, ndihmon në lidhje me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu pirja e çajit të rozmarinës mund të nxjisë relaksin, të zvogëlojë ankthin dhe të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme mendore, si dhe të nxjisë një gjumë më të mirë. Ajo mund të ofrojë shëndet më të mirë të lëkurës kundër plakjes. Antioksidantët e rozmarinës, veçanërisht acidi rozmarik, ndihmon në luftën e shenjave të plakjes dhe përdorimi i vajit të saj mund të ndihmojë në ruajtjen e një çere rinore dhe të mbajë lëkurën të hidratuar. Rozmarina është e mirë edhe për menaxhimin e peshës. Rozmarina njihet si stimulues e metabolizmit, duke ndihmuar trupin të djegë kalori në mënyrë efikase dhe aroma e saj të veprojë si një shtypse natyrale për oksigjenin, duke ndihmuar në reduktimin e dëshirave për mbingrënie. Rozmarina është një bimë që mund të japë gjithashtu përfitime për shëndetin tuaj kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Madje disa studime tregojnë se rozmarina ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ndërsa rrit kolesterolin e mirë dhe kontribon në një zemër të shëndetshme. Rozmarina është e mirë për flokët edhe për lëkurën e kokës. Vaji i rozmarinës është i njohur për stimulimin e gjendrave të flokut, duke nxitur rritjen e flokut dhe duke parandaluar rënien e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu ndihmon në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe pa zbogth. Do të ofrojë një shëndet më të mirë të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të tjera të frymëmarrjes. Rozmarina mbështet sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes mund të sigurojë gjithashtu një sistem më të mirë të frymëmarrjes. Ajo ndihmon sistemin tretës dhe lehtëson problemet gastrointestinale. Rozmarina bën që të shtohet prodhimi i lëngut bilar, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes duke reduktuar simptomat e fryrjes, gazra dhe dispepsin. Ajo mbështet shëndetin e zorëve dhe parandalon edhe shqetësimin e tretjes. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë